Dje në ora 17:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 49 vjeçar nga Tetova ka raportuar se në rrugën Jane Santanski djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një grup të miturish, të cilët i kanë marrë edhe një trenerk me mbishkrim të një klubi të futbollit. Sot në mëngjes në ora 4:18, një 31 vjeçar nga Tetova ka raportuar se gjatë natës mes 12 dhe 13 marsit në rrugën Shtipska në Tetov i është djegur vetura e parkuar Volkswagen me targa të Tetovës që ai e përdorte. Në vendngjarje është kryer ekspertizë nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Po sot në ora 8:10 në autostradën Tetov-Gosivar është përfshirë nga një zjarr vetura Mercedes që drejtohej nga një 57 vjeçar nga Tetova. Dje policia e Gosivarit ka arrestuar një 64 vjeçar nga Gosivari, pasi bashkëshortja e tij 60 vjeçare e kishte denoncuar se ai ishte sjell në mënyrë agresive dhe e kishte kërcënuar me jetë. Dje në autostradën Tetov-Gosivar është arrestuar një 38 vjeçar nga Gosivari, i cili drejtonte një kamion Ford me targat Gosivarit pa poseduar patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe do të pasojë kallëzim përkatës. Dje në ora 23 në fshatin Jazhinc është arrestuar një 18 vjeçar, sipas kallëzimit të një 22 vjeçari nga i njëjti fshat, pas një zënke paraprake para një objekti hotelerik. Ai e kishte sulmuar fizikisht dhe më pas, derisa ai po lëvizte në këmbë, e kishte goditur edhe me veturë Opel me targa të Tetovës. Automjeti është konfiskuar dhe pritet kallëzim penal. Sot pas mesnate në rrugën rajonale Tetov-Jazhinc është arrestuar një 41 vjeçar nga fshati Prelubisht. Gjatë kontrollit policor pranë një pompe benzine në fshatin Leshok, ai drejtonte një veturë Peugeot me 1.60 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të rastit do të ngrihet kallëzim për veprën penale drejtimi pa kujdesshëm i automjetit. Në mëngjes në fshatin Banjice poshtë me policia e Gosivarit me urdhër gjykate ka arrestuar një 26 vjeçar për vuajtjen e dënimit me burg prej 2 vitesh, 7 muajsh dhe 16 ditësh në burgun e Shtipit pasi ishte në Arati. Sot në orët e hershme të mëngjesit nga qendra urgjente në Tetov është raportuar se një 63 vjeçar nga Tetova është pranuar me plag nga thika. Sipas informacioneve paraprake, ai kishte konsumuar alkool me një person në një objekt në një qendër tregtare dhe pas një zënke verbale, ai e ka goditur me mjet të mprehtë. Policia po heton rastin. Sot në ora 9:10 në policinë e Gosivarit është raportuar se në lumin Vardar është gjetur një pushkë automatike. Në vendin e ngjarjes ka dalë policia e Tetovës.